Sonte me radhë kemi temën tonë që ka të bëjë me emrat e bukur të Allahut te baraka ve taala. Dhe sonte me radhë e kemi një emër të bukur prej emrave të Allahut të Madhëshëm, e që të mos ishte ky emër i bukur prej emrave të bukur të Allahut. Edhe njëkohësisht ju e dini, prej fillimit të kësaj ligjërate me shumë që një vit, ne çdo herë e kemi potencuar të rregullin që dietarët e Ahlus Sunnetit kur kanë folur për këtë shkencë të ndershme, për shkencën e emrave të bukur të Allahut, ata kanë thonë se çdo emër i Allahut përmban në vete njëkohësisht edhe cilësinë që përket me atë emër. Çdo emër i Allahut që për ne është i njohur, në të njëjtën kohë përmban në vete edhe një cilësi, edhe një sifat për Allahut që del prej atij emri të bukur të Allahut. Ndërsa e kundërta nuk ndodh. Dietarët islam kanë thonë, jo çdo cilësi i Allahut, jo çdo sifat dhe atribut i Allahut në të njëjtën kohë mund ta nxjerrim prej atij sifati edhe një emër të bukur të Allahut. Ndërsa e kundërta ndodh. Sonte kemi me radhë një emër të bukur prej emrave të bukur të Allahut xhalla wa ala, sikur të mos ishte ky emër i bukur i Allahut. Dhe kjo cilësi që buron prej këtij emri të bukur të Allahut, jeta jon do të ishte e pa kuptim. Për arsye se fundi ynë në botën e amshimit do të ishte katastrofal. Fal këtij emri të bukur të Allahut te baraka ve taala dhe atributit dhe cilësisë Allahut që del nga ky emër, ne me shpresojmë dhe jemi optimist për të ardhmen tonë në ahiret, që do të jemi inshallah prej banorëve të xhennetit. Allah na mundsof xhennetin neve, prindërve tanë dhe mbar muslimanëve. Emri i radhës për sonte, prej emrave të bukur të Allahut është emri At-Tawwab. At-Tawwab. Nëse përkthejmë bukfalisht, para se të fillojmë të lëshohemi dhe të kuptojmë domethënien e këtij emri, At-Tawwab do të thotë Allahu është ai i cili pranon pendimin, tauben. A mundet dikush prej neve me paramendu jetën e tij pa u penduar te Allahu? Si do të ishte jeta jonë që ne çdo ditë ballafaqohemi e zhytemi në gjunahe dhe në harame? Si do të ishte jeta jonë sikur të mos ishte legjitime dera e taubes? Sikur të mos ishte e hapur dera e pendimit dhe pishmollokut për ne? Nuk do të mushim ne me paramendu jetën tonë. Dhe asesi nuk do të kishim shpresë për xhennetet e Allahut në ahiret. Allahu i madhrishëm këtë emër të bukur prej emrave të tij At-Tawwab e ka përmend 11 herë në Kur'anin famlar. Ndërsa në hadithet e pejgamberit alayhis salam, pejgamberi alayhis salam shumë herë e ka përmend emrin At-Tawwab. Dhe zakonisht kur ky emër i bukur i Allahut At-Tawwab është përmend në këto 11 ajete të Kur'anit, kryesisht pothuajse ky emër ka ardhur i lidhur së bashku edhe me një emër tjetër të Allahut që është Rahim. Allahu është i gjithëmëshirshëm. Dhe ne kemi folë, kush ka qenë me ne në këtë udhtim që ne po bëjmë përpjekje me njoft emrat e bukur të Allahut, kemi folë për emrin Rahman dhe Rahim. Zakonisht kur Allahu e ka përdorur emrin At-Tawwab, ka ardhur ky emër me një rëmasi ka ardhur edhe emri Rahim. Tawwabun Rahim. Allahu është ai i cili e pranon pendimin dhe Allahu është ai i cili është falës dhe mëshirues. Allahu Azza wa Jall kur këta dy emra i ka lidh, ka dash neve me na tregu se taubeja, pendimi dhe pranimi pendimit është pjesë e rahmetit Allahut dhul xhelal. Se pendimi dhe taubeja është diçka më veçantë që është pjesë e rahmetit Allahut, ndërsa rahmeti Allahut është shumë i përgjithshëm.
Prej rahmetit Allahut është që Allahu neve na pranon pendimin. Prej rahmetit Allahut është që Allahu e ka bo të ligjshëm legitimitetin e pendimit, që ne kur të bëjmë gjina dhe harame, të pendohemi dhe të bëhemi pishman tek Allahu te baraka wa taala. Prej rahmetit Allahut është që Allahu ja forcon mendjen, shpirtin dhe zemrën robit të tij, dhe ja mush mendjen Allahu robit të tij, që robi mu pendu dhe me ndi keqardhje dhe me undi pishman për Zotin, para Zotit të tij për gjinat që i ka bo. Rahmeti Allahut është. Kush pos rahmetit Allahut ja mbush mendjen dhe zemrën një robi gjunahqar, një robi që është i zhytur në gjuna dhe në harame, mu pendu dhe mu kthy tek Allahu, veç rahmeti Allahut dhe mirësitë e tij dhe asgjë tjetër. Po i sjeli një shembull sa për ilustrim për këtyre 11 ajete Kur'anit ku Allahu e ka përdor apo e ka përmend emrin At-Tawwab. Fjala është për ajetin 128 në surën Bakara. Allahu i madhëshëm thot: Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Në sens, ky ajet është një dua të cilën e ka bë Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam me djalin e tij Ismailin, pasi që i kanë jap vetës një detyrë madhore me ngrit themelet e Qabës. Ibrahimi alayhis salam me djalin e tij Ismailin e kanë obligu veten me ngrit themelet e Qabës, të cilat themele i kishin vendosur me laçet hala pa e kriju Allahu Jalla wa Ala Hazreti Ademin alayhis salam. Se shumë pejgambert Allahut e kanë bo haxhin edhe e kanë bo tavaf Qabën, pe atyne pejgamberve të rrallë që nuk e kanë kry haxhin e që kanë me ardhë dhe kanë mu kthy me kry haxhin është Isa alayhis salam. Isa alayhis salam kur do të zbret prej qiellit atje ku Allahu e ka marrë në mbrojtjen e tij, do të kthehet dhe një prej arsyeve që tregon pejgamberi alayhis salam që do të kthehet. Ai ka shumë misione, ai ka shumë detyra që do t'i realizon. Mirë po një prej atyre detyrave të tij është kthehet edhe me kry haxhin në Qabën, në Mekën e bekume, aty ku është kibla e muslimanëve sot. E Ibrahimi alayhis salam e boni këtë dua që neve po na intereson ky ajet sa për ilustrim ku Allahu ka përmend emrin e tij At-Tawwab. Ibrahimi alayhis salam i tha Allahut: Rabbana, o Zoti jon, waj'alna muslimayn laka, na bë të mundun që ne, djalim, familja ime, kemi musliman ndaj teje. Dhe ky është një argument prej shumë argumenteve që kishim me mujt me përdor që Islami dhe musliman nuk kanë ardhur me Muhamedit alayhis salam. A i keni pa do njerëz që si rezultat që nuk e kanë kuptuar terminologjinë edhe nuk e din kuptimet e nocioneve që i përdorin, ata e bojnë një gabim. Dhe shumë njerëz thojnë muslimoni i parë është Muhamedi alayhis salam. Kjo është gabim. Muslimoni i parë prej njerëzve kush është? Ademi alayhis salam. Musliman ka pas çdo herë. Dhe Islami si fe e njëshmërisë ndaj krijuesit, si fe e monoteizmit ka ardhur me Ademin alayhis salam. Muhamedi alayhis salam është besimtari i parë prej ummetit të Kur'anit, a nuk ka muslimoni i parë? Se shumë musliman para tina ka pas, para Muhamedit alayhis salam. Dhe një prej atyre argumenteve që Islam dhe musliman ka pas edhe para ardhjes së Kur'anit është edhe ky ajet. Ku Ibrahimi alayhis salam po i thot Allahut: Rabbana, o Zoti jon, waj'alna, bona nasib, bona të mundur mu, Ismailit, familjes ton, kemi musliman. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Edhe prej pasve ton, bën këtë musliman ndaj teje. Dhe kjo është një prej duave që Ibrahimi alayhis salam ka bo edhe për Muhamedit alayhis salam, se Muhamedi alayhis salam në kuptimin e largët të familjes, në gjenezën familjare, Ibrahimin e ka babgjësh. Dhe Muhamedi alayhis salam rrjedh prej gjenezës Ibrahimit alayhis salam. Wa arina manasikana, dhe o Zoti jon, na bë të mundum të shohim këto vendet e shenjta të Qabës, e të Mekës, sikur sa është Mekja e bekuar, Qabja në këtë rast, Arafati, Muzdalife dhe të gjithë të tjerët e dinë ato vende, dhe ato vende ku i kanë pa dhe ku i kanë ecë. Wa tub alejna, dhe na prano pendimin o Zoti jon.
E tash që thot, inneke ente tawwabur rahim. Se ti me të vërtet je ai që i pranon pendimet dhe je mëshirus, ke rahmet. Ibrahimi a.s. mas këtë në lutjeve në fund e përfundoi lutjen e tij, i tha Allahut, inneke ente tawwabur rahim. Ti me të vërtet o Zoti jon, je ai që e pranon pendimin, e pranon pishmollokun, rahim, dhe je mëshirus dhe ke rahmet. Tham, emri at-Tawwab ka disa kuptime dhe domethënie. Dietarët islam, kur e kanë analizuar këtë emër, i kanë nxjerr këto kuptime. Kuptimi i parë i emrit Tawwab është se Allahu e ka bë të ligjshme pendimin. Pendimi, pishmolloku, kthimi tek Allahu, taubeja tek Allahu, ka legitimitet, të cilin legitimitet Allahu ja ka jap. Për ato, edhe Islami jon, feja jon madhështore, e ka bukurinë e vet, se në fejnë ton legitimitet kthimit të një njeriu tek Allahu i ka jap Allahu xhalla wa ala. Një njeri i cili e ka lajthit rrugën, një njeri i cili ka laku, një njeri i cili ka ra viktime epshit të ti, nefsit ti, qefeve, dhe është zhytë në gjina dhe në harame, po mas një kohë kur shpirti ti ndin nevojën të Allahu, kur ai nuk ndihet i qetë se don mu përmisu, don me korrigju veten, ndin keqardhje dhe bëhet pishmon për kohën e keqe që i ka kalu, ky njeri Allahu këtij ja ka jap një drejtë madhe. Se ky në atë moment kur shpirti i tij e ndin nevojën mu kthy ka Allahu, ky mund të kthehet më njëherë tek Allahu. Dhe nuk ka nevojë me zgjedh ndërmjetësues. Nuk ka nevojë me shku te hoxha dhe me i thon hoxhës kom bë kështu dhe kështu dhe kështu dhe kështu, a mundesh ti me më çuta Allahu dhe me mlidh Allahu. Kjo bukuria e fesë islame, madhështia e islamit është kjo, se në islam çdo njeri i cili ndin nevojën për Zotin e tij, çdo njeri që ndin nevojën për mu korrigju dhe mu përmisu, derën të Allahu e ka të hapur. Deri sa e ka shpirtin në trupin e tij, derën e ka të Allahu të hapur në çdo moment, pavarësisht e kalumja e tij. Pavarësisht e kalumja e tij, çka ka bëu dhe sa ka kalu, derën e ka të Allahu të hapur në çdo kohë dhe në çdo moment. Sa Allahu e ka bëu të ligjshme kthimin tek ai. Jo vetëm vëllezër që Allahu subhanahu wa taala i ka jap legitimitet pendimit tawbes, mirë po Allahu nga mëshira dhe mirësitë e tij, jo vetëm që pranon robin kur ai don mu kthy te Allahu, mirë po Allahu prej mirësive të tij, robit edhe të këqijat që ai më herët i ka bë, Allahu ja shndron në të mira. Allahu akbar. Allahu prej mëshirës, rahmetit të tij, prej mirësive të tij, Allahu prej bujarisë që e ka për robrit e tij që dojnë mu kthy tek Allahu, ata që dojnë mu bë pishmon, jo vetëm Allahu që i pranon, po dhe të këqijat më herët çka i kanë bë, Allahu ato të këqija ja u bën të mira. Allahu akbar. Për këto çka po e them, tani keni me dëgju një hadith të madh. Një hadith të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se çka do të ndodh me gjunahçarët nesër në ditën e Kiametit. Një pamje prej pamjeve të Kiametit, o vllazën. Allahu na i forcoft kohën tona, o vllazën, se kemë dal në ditë Kiametit. Vaj halli për ne nëse nuk e kemi në kujtesë dhe në hatër shpesh herë ditën e Kiametit. Ai Rabbi Allahut që ka në hatër gjithmonë ditën e Kiametit, ai ka punë të mirë. Nuk ka korrigjus më të mirë se sa me kujtu dhe me pas në hatër ditën e Kiametit. Se keme dalë para madhnis Allahu Gjelle wa Ala dhe keme japë llogari e gjevap për krejt punët e tua. Ai që i tutet kësaj dite, ai e ka një vetë kontrol në punët edhe në fjalët edhe në sjelljet e tija në dunja, vallahi. Ai që i beson në hak ditës Kiametit, ai është shumë i kujdesshëm me sjelljet dhe veprimet e tina në dunja që i bën. E unë tani para juve, po e sjelli këtë hadith, që mundet me na shërby si një fotografi për i fotografive që kanë mendohë në ditën e Kiametit, një pamje. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në hadithin të cilin e transmeton Abu Dharri radhiyallahu anhu,
dhe ky hadith gjendet në koleksionin e vërtetë të Imam Muslimit. Thot nesër ditën e Kiametit, një njeri prej njerëzve, një burr prej burrave të ummetit Muhamedit alayhis salam del para Allahut dhe i ekspozohen, i paraqiten punët e tija. Me këtë rast, pas disa momenteve, Allahu te baraka wa taala ja shpalos këtij robi gjunat e tij të vogla. Allahu dhul Jalal e ka robin e tij përpara, edhe ja shpalos gjunat e tij të vogla, jo ato të mëdha, të voglat. Ndërsa të mëdhajat, Allahu dhul Jalal ja ngrit. Me një fjalë ja hup. Prej rahmetit vet Allahu Jalla Jalaluhu, që ka për robin ato gjunat e mëdha që ai robi ka bën në dunja, Allahu i ngrit. Ja hap vetëm dosjen e gjunave të vogla. E dini ju vëllezërit e mi të dashur, se çdo njeri nesër prej neve kur del para Allahut e ka të virum në qafën e tij CV-n e vet. Kështu po na tregon Allahu në surën Isra. Çdo njeri prej neve kur del para Allahut e ka CV-n e tij, dosjen e tij. CV po i thojnë me këtë gjuhën e fundit. Dosjen e tij me lefin. E ka të virum dhe aty i ketë të gjitha të regjistrume. Allahu thot ikra kitabek, lexoj dosjen tonë. Nuk mundesh kur gjë me muhu, nuk mundesh kur gjë me kontestu, me thonë valla sukon, çto më pas ke ngjit, çto më pas ke shtu. A ki argument për çto që e pas ke shkru? Se krejt gjymtyrt e tua, krejt ky arsenal që ti e ban me vete, atë ditë para Allahut është dëshmitar. Dora jote, syrit, veshit, gjuha jote, këmba jote, mendja jote, krejt janë dëshmitar për ty ose kundër teje. Allahu na forcoft ya Rabbi. Allahu na rujt ya Rabbi. Allahu dhul Jalal këtij robi po ja shpalos dosjen me gjunat e vogla. Dhe fillon Allahu te baraka wa taala me janë gje robit gjunat e vogla një ka një. Dhe i thot Allahu dhul Jalal robit: o robi jem, atë kujtohet filon dita, atë kujtohet filon vendi, atë kujtohet filon puna, o robi jem, kur kështu ke bo. Robi të gjitha i pohon, të gjitha i pranon, derisa robi nuk mundet asnjë me mohu, nuk mundet asnjë me kontestu, me vu ndyshim. Ndërsa për dosjen e tij që ka të bëjë me gjunat e mëdha, Allahu ka rahmet për robin e tij. Edhe ato nuk ja shpalos. Dhe robi i thot Allahu dhul Jalal: ja Rabbi, që robi i shkret, ma mirë është mos me fol. Kanere kur fol, ja bën vetit sherrin. Robi i thot Allahu dhul Jalal: ja Rabbi, unë i kom bo dhe do pun tjera, po s'po i shaktu. I kom bo do pun tjera, këqia, s'po i shaktu. Allahu dhul Jalal nga rahmeti i tij thot: që ato pun tjera që i ke bo që s'po i shaktu, e që jonë gjunat e mëdha, thot ato ti kena zavendësu dhe ti kena konvertu, ti kena bo pun të mira. Se ti e pendu te one, i e bo pishmën, i e kthy te one, ke kërku falje prej me, ato të mëdhajat, ti kemi bo pun të mira, e po të gjykojmë, e po të logaritim, vetëm për këto të voglat, Allah na falë tja Rabbi. Allah na mbuloft me rahmetin e ti, të lumt ata, dhe ato, të cilat kthehen tek Allahu dhul Jalal, ndin keq ardhje, i lumja i njeri i cili dënë më u bo pishmën të zoti i ti, i lumja i njeri i cili e shfrytëzon rastin, deri sa dera Allahut është hapur dhe dënë me hynë përmjet kësaj dere. I mjerja i njeri i cili nuk e shfrytëzon këtë mirësi dhe këtë begatit Allahut dhe nuk dënë më u kthy te Allahu, nuk dënë më u pendu te Allahu, nuk dënë më u bo pishmën, nuk ndin keq ardhje, nuk ka turp prej Zotit ti, e pret deken me plot gjinaha dhe me shumë gjinaha. I mjeri kë njeri, që nuk don me shfrytzu rahmetin dhe mirësitë e Allahut te baraka wa taala. Kuptimi i dytë prej kuptimeve të emrit At-Tawwab, kuptimi i parë ishte se Allahu i ka jap legjitimitet, e ka bërë të ligjshme kthimin dhe pendimin tek Allahu xhalla wa ala. Kuptimi i dytë është se
Allahu te baraka wa taala i jep robit mundësin dhe e bën robin të suksesshëm, ai mu kthy te Allahu xhalla wala. Allahu akbar. Nuk mundet asnjë njeri më u kthy dhe më u pendu te Allahu pa dash Allahu. Pa ja bo Allahu të lehtë këtë rrugë, pa ja bo Allahu të suksesshëm këtë proces. Shumë njerëz e dëshirojnë përmirësimin. Shumë njerëz e shpresojnë kthimin tek Allahu, po nëse gjatë këtij procesi Allahu nuk t'jap sukses, nuk mundesh më kthy te Allahu te baraka wa taala. Për ato prej kuptimeve të këtij emri është se Allahu te baraka wa taala ja bën të suksesshëm procesin e kthimit robit te Allahu te baraka wa taala, fal ndikimit dhe efektit të këtij emri at-Tawwab. Kuptimi i tretë prej kuptimeve dhe domethënieve të këtij emri është se jo vetëm që Allahu ja bën të lehtë dhe të suksesshëm kthimin e robit tek ai, mirë po Allahu edhe e forcon dhe i jep qëndrueshmëri robit me ndajt i pendum te Allahu dhul xhelal. Allahu akbar. Shëqani vëllezër, sa ka rëndësi që ti më kthy te Allahu, në të njëjtën kohë ka rëndësi shumë të madhe ti me mbetën qatë rrugë i qëndrueshëm. Jo vetëm me thonë u ktheva te Allahu, u pendova te Allahu, bona teube, e me njere mas pak ditëve, apet mu kthy namazin e vjetër. Shumë ka rëndësi ti kur kthesh te Allahu dhe bosh pishmon, mirë po ati pishmon lëkut tënd, ti që e ke ndi para pak kohë, i ndan besnik. Dhe nuk bën loj. Dhe prej efekteve dhe ndikimeve direkte të këtij emri, të njerëzit që në bo pishmon të Allahu, është se Allahu dhul xhelal nëpërmjet këtij emri i forcon robërit e tij që dojnë më kthy te Allahu te baraka wa taala. Por ndryshe, nëse robi kthehet te Allahu xhalla wala, pendohet, bëhet pishmon për një punë 2-3 që i ka bo, mirë po mas një kohë apet i kthehet rrugës vjetër. Çka është halli i këtij njeri? Çfarë gjendje kjo është? Kjo është një gjendje e rëndë që Allahu na ka treguar në surën Nahl, në ajetin 92 ku Allahu thot: "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Çfarë shembulli të bukur Allahu na ka jap, mos e harroni që ta jetë vllazën në Ramazan shumë e kemi përdor dhe e kemi përsërit këtë ajetin 92 Nahl. Allahu te baraka wa taala ka pru një shembull madhështor në Kur'an. Allahu u thot besimtarve: mos u boni sikur ajo gruaja e cila në një periudhë të gjatë kohore ka derdh shumë mund edhe e ka qëndis goblenin e saj. Kur e ka përfundu punën krejt, e ka ngreni vegz edhe e ka prish krejt punën e saj. Krejt atë bukuri që e ka bo, krejt atë goblen që e ka qëndis, në fund, min ba'di quwwatin, kur e ka përfundu projektin e vetë, Allah në ka pru një shembull, ta shti mund është me i marë shumë shembuj, ose në popull është një shembull që është një fjale urtë, thonin, pardon për juve, thonin lopa e miri qëtë 20 litra qumsht, po në fund, i bjen shkel. Kjo një kuptim për këtu një kuptimeve të këti ajeti, ti i ki bo 2-3 punë jo të mira. Shpirti të është i trishtum. Vëllezër, ju e dini, a i cili shpirtin e ngarkon dhe e randon me gjunahe, a i shpirt nuk oj qetë, a i trishtohet. Se gjunahet e trishtojnë shpirtin. Se shpirtit që të thot vetëm me Allahun të baraka wa taala. Ushqimi i cili shpirtin e bën të qetë është ibadeti. Në munges të këti ushqimi, kur shpirti rëndohet e ngarkohet me gjuna dhe harame, a shpirti është i trishtum. Dhe kur shpirti është i trishtum, në momentin kur ndin nevoj mu këthy të Allahu, ndin kësh ardhje, lodhësh mu me një gjendje të rëndë. Bosh pishmën, dvjen keq qysh një jave, 2 jave, 1 muje, 2 vjetë, 3 vjetë, ke leju me të kalu kotë, dënë mu këthy. Dhe fillon dhe e bën një hap të mbarë, e hap një faqe të re me Zotin tënd. Mirë, po nëse ti do pësohesh, nuk kujdesesh për veten tënde, nuk e ki pendimin tënd qëndrueshëm te Allahu, kthimi yt te Allahu nuk është kthim serioz, nuk e kthy me një mendje. Po hajt. Nëse ti prap kthehesh në rrugën e vjetër,
ti je sikur kjo gruaja që Allahu e ka pru këtë shembull në Kur'an. Për ato ne kemi nevojë gjithmonë ta lutim Zotin ton te baraka wa taala të na forcoj imanin dhe zemrën ton. Se ju e dini, pejgamberi alayhis salam ka thonë, zemrat e robëve të Allahut janë në dy gishtat e tij dhe Allahu i rrotullon zemrat tona çysh ai don. Për ato pejgamberi alayhis salam na ka porosit me bo dua dhe me thonë, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. O ti që i rrotullon zemrat tona, na i forco zemrat tona në fejnë tonë dhe ja Rabbi. Allahu na i forco zemrat tona ja Rabbi. Se ne nuk kemi asgjë të sigurt. Kur gjë nuk është e sigurt me ne, veç në dorë të Allahut kofshim. Kuptimi i katërt prej kuptimeve dhe domethënieve të këtij emri at-Tawwab është se Allahu te baraka wa taala është ai i cili e pranon pendimin e robit të tij. Sikur thot Allahu te baraka wa taala në ajetin 25 në surën Shura, wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi. Ai Allahu është ai i cili e pranon pendimin e robëve të tij. Elhamdulillah. Qa kish ndodhur me ne o vëllazën mos më na pranu Allahu pendimin. Ne kemi shumë gjinahe, Allahu na falt. Po fatmirësisht fal Allahu e pranon pendimin ton. Allahu e pranon pishmallokun ton. Edhe atëherë kur ne bim viktime shejtanit e kojtjes e lakmisë e epshit, zhytemi në gjuna, don mu kyt Allahu të pranon ty. Elhamdulillah. Kjo është bukuria sot. Elhamdulillah që Allahu derën e pendimit neve na kalon të hapur. Për ato Imam Shafia rahimahullah e ka një divan të poezisë në lidhje me pendimin dhe kohën e kemi shumë të shkurt, po në po i lexoj vetëm dy strofat e para. Thot Imam Shafia rahimahullah, "Walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi, ja'altu ar-rija minni li'afwika sullama, ta'azamani dhanbi, falamma qarantuhu bi'afwika rabbi, kana 'afwuka a'zama." Imam Shafia thot, kur zemra ime u ngurtësu, u boguri, dhe rrugët e mia më ngushtun, nuk gjeta shkallat e ti ja Rabbi. Pos shpresa ime në rahmetin tënd u bon shkalla me hyp të ti ja Rabbi. Që e ka përshkru me këtë stil të poezis, me këtë stil artistik Imam Shafia, halin e ngusht të robit kur bën gjënatat. Walamma qasat qalbi, thot kur zemra ime u bo e fort siguri, edhe krejt rrugët më ngushtun, s'pe gjejmi rrugët e ti ja Rabbi marë. Thot në këto momente fillova me shpresu në rahmetin tënd. Dhe rahmeti yt mu bon një par shkalla që unë ngjitat e ti ja Rabbi. Ai që e kujton dhe e shpreson rahmetin e Allahut, pavarësisht sa rrugë ti shet që tu kanë mshel, ai keni pa do djem që janë në depresion, do djem që janë në zhgënjim, do djem që nuk kanë shpresë për jetën, do djem që nuk kanë punë, nuk kanë perspektivë, nuk kanë ardhmëri. Dhe ata krejt rrugë ti kanë të mshelme. Ai kur nuk e sheh një dritë. Po kë me ditë se rahmeti Allahut sa i madh është, me ditë ky rahmetin e Allahut, me ditë ky faljen e Allahut, automatikisht krejt ajo ngushtit që ai që po e përjeton, atë gjendje të rëndë, atë gjendje stresante, ai që e kujton dhe e din rahmetin e Allahut, për të Imam Shafia thot, kur në fillova me shpresu falje dhe rahmetin e Allahut, falja dhe rahmeti e Allahut në mënyrë figurative u bon shkalla që unë me hyp të Allahu te baraka wa taala. Me hyp të Allahu te baraka wa taala. Dhe pastaj tha, ta'azamani dhanbi, thot kur i kujtosha gjunat e mia, thot gjunat e mia më delshin shumë. Thot mirë, po kur gjunat e mia i krahasojsha me faljen e Allahut, falja e Allahut më delke më madhe se sa gjunat e mia. Allahu akbar. Sa do gjunat e që ke, Allahu e ka faljen më të madhe ti me të falë. Sa do të këqija ti që i ke bo, Allahu ka rahmet me ti mbulu ato. Vetëm apo don ti më kthy tek Zoti yt. Allahu na mbush zemrat tona me plot dashni ndaj kthimit tek Allahu te baraka wa taala. Vëllezër të nderuar, Allahu te baraka wa taala tham shumë ajete kur e ka përmend këtë emrin At-Tawwab, që ju i kuptut tani 4 domethënie të këtij emri, shpejt edhe një herë.
për me rifresku kujtesën e juj, kuptimi I parë I këtij emri është se Allahu I ka jap legjitimitet kthimit tek ai. Kuptimi I dytë është se Allahu I jep sukses robit të tij mu kthy tek ai. Kuptimi I tretë, Allahu e forcon robin e tij me ndajt në këtë rrugë ku ai don mu kthy tek Allahu. Dhe kuptimi I katërt, Allahu është ai I cili e pranon kthimin e robit tek ai. Tham fillim të ligjëratës se Allahu te baraka wa taala emrin e tij At-Tawwab kryesisht e ka lidh me emrin e tij Rahim. Mirë po, kemi raste në Kur'an brenda këtyre 11 ajeteve ku Allahu te baraka wa taala emrin Tawwab e ka lidh edhe me pastërti. Sikur thot Allahu te baraka wa taala në surën Baqara ajetin 222, Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Me të vërtet Allahu I don ata të cilët pendohen te Allahu dhe Allahu I don ata të cilët janë të pastërt. Edhe këtu ka një kuptim dhe një domethënie shumë të bukur apo një lidhshmëri, një lidhje mes pendimit edhe pastërtisë. Në esencë, pendimi është pastërti. Qoftë në kuptimin fizik, po edhe në kuptimin e brendshëm shpirtëror, për arsye se robi kur lodhet me një gjendje dhe shpirti I tij ka ngarkesa, ai don me e pastru anën e tij në të brendshme, sikurse don me e pastru edhe anën e tij të jashtme. Dhe vllazën, tani po du me fol për një moment shumë të rëndësishëm. Deri tani krejt janë të rëndësishme. Mirë po tani po du me fol për disa momente shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me praktikën tonë ditore si musliman. Kanë të bëjnë me përditshmërinë tonë. Çdo ditë ne ballafaqohemi me to. Për marrë ditë këto momente po du me e bëni përsëritje krejt këtyre minutave që ka I thash me pak sekonda. E kuptum se ky emër I bukur I Allahut At-Tawwab neve na kalon një derë të hapur mes neve dhe Allahut. E kuptum se ky emër ka lidhje me mëshirën e Allahut dhe falja dhe pendimi vjen prej rahmetit të Allahut. E kuptum se ky emër ka lidhje edhe me pastërti, lidhshmëri. Tani do të vim të një përditshmëri e jona, që çdo njëri prej neve pa dallim çdo ditë ballafaqohet me këtë përditshmëri. Nëse ne tani kemi me bën një sondazh, çdo njëri prej neve, dhe tash ky muhabet është ekskluzivisht për ne që jemi në xhami. Kjo është për musliman që janë beshfak namaz. Ekskluzivisht. Nëse ne kishim me bën një sondazh, edhe kishim me I bë disa pyetje. 5 pyetje. Pyetja e parë. A ndin nevojë ti me u pendu te Allahu dhe sa herë pendohesh? Pyetja e dytë. A e fal namazin rregullisht dhe a e sheh efektin e namazit në jetën tënde? E treta. A e ngjinon Ramazanin dhe a e sheh efektin e Ramazanit në jetën tënde? E katërta. A e jep zakatin dhe kur e jep zakatin a e sheh efektin e zakatit në jetën tënde? Dhe e pesta, a e ke kry haxhin? Nëse e ke kry haxhin, a e ke pa efektin e haxhit në jetën tënde? Këto 5 pyetje ekskluzivisht për ata që pretendojnë dhe bëjnë përpjekje mu konë devatshëm. Cilat kishin me qenë përgjigjet tona? Ama të sinqerta. Jo vetëm me mbush një sondazh. Po, unë pendohem shpesh te Allahu. Pyetja dytë. Unë e fali namazin rregullisht. Po që ajo pyetja I pati 2 pjesë. E fal namazin rregullisht? Pjesa dytë. A sheh efektin e namazit konkret në jetën tonë? Valla që të dytën s'kena qef. Pelojmë që të pak ma vonë përgjigjemi. Për që të dytën s'po folim. A e ngjinon Ramazanin? Po. Po kjo pjesa tjetër edhe ta ajo s'pohim. A jep zakatin? Dikuj Allah I ka jep mundësi me jep zakat, dikuj si ka jep Allah mundësi. Nëse jepi atyre që Allah ka jep mundësi, përgjigjesh. A ke kry haxhin? Po e kam kry haxhin. A ke pa efektin e haxhit në jetën tonë? Pelojmë këto për pak ma vonë. Zërë mu përgjigj. Ne kemi një problem serioz. Pse? Po I kthehemi prap sondazhit. Allahu I madhrishëm në Kur'an thot, për shembull, ajeti 45 Ankebut,
Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtet namazi të ndal, të pengon për çdo fjalë dhe punë amorale. Ai që fal namaz nuk bën punë amorale. Ai që fal namaz nuk ka sjellje të këqija. Ai që fal namaz nuk bën punë të liga. Kur e marrim këtë ajet edhe e konvertojmë praktikisht në jetën në përditshmërinë e namazlive, nuk na del rezultati kështu. Rezultati na del se ka namazli që bojnë punë të liga. Ku defekti? A o defekti të ajeti? A o defekti të namazlit? Sigurisht se të namazlit. Nuk mundet më konë defekti të ajeti. Pse? Se këta namazlit nuk jonë duke falë namazin si duhet. E kanë një munges. Se aji i cili e falë namazin me hakikatlëk. Aji që e falë namazin për ime. Namazi i bot një mburoj. Namazi i bot një mekanizm shumë i fort, i cili ati i mundësën vetë kontrol. Në fjalët e tina, në sjelljet e tina, kur e illnum, kur e disponum, kur e hindi kush në hak, kur e hindi kuj në hak, e kështu me radhë. Sfide madhe, vllazë. Sfide madhe. Në gjinimi Ramazanit. Çka ka thonë Allahu te bareke ve taala kur na ka fol për Ramazanin dhe kur e ka tregu objektivin, pse Allahu na ka obligu me agjerim? Ka thonë, la'allakum tattaqun. Juve ju ka bo obligim agjerimi Ramazanit me qëllim që ju të bëheni më të mirë, që ju të bëheni të devotshëm, që ju të afroni te Allahu. Në gjinon nuk afrohet Allahu. Ky njeri në gjinon, po ky sot në gjinu për me. Ata që japin zakatin. Allahu te bareke ve taala ka thonë, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ata që japin zakatin në të njëjtën kohë e pastrojnë pasurinë e tyre, po edhe zakati ata i pastrojnë edhe në anën shpirtërore. I bën edhe më të mirë. Edhe haxhi e ka të njëjtin efekt. Për ato vllazën, nëse ne jemi pendu sinqerisht Allahu dhe pendohemi seriozisht, pendimi do të me ilshu me njëre frytet e veta. Pendimi e tregon shihet efekti i tina. E nëse pendohemi në mënyrë jo të sinqert dhe jo seriozisht, atëherë nuk duhet me kërku efektet pozitive të pendimit se ti nuk i kthy për ime te Allahu te baraka wa taala. Për arsye se vllazën ju e dini, Allahu dhul xhelal na ka obligu me ibadete dhe qëllimi i atyne obligimeve dhe atyne detyrave që ne i kryjm është mu pastru zemra jon edhe ana jon fizike. Ibadetet të bëjnë më të mirë, edhe në kuptimin shpirtëror, edhe në kuptimin fizik. Nuk guxojmë ne me leju, jemi ibadetçi, jemi namazli, jemi haxhi, agjerojmë Ramazan, japim zeqat, edhe sjelljet tona me të tjerët i kemi zero. Problemo, se ata tjerë toni që nuk bojnë ibadet, iritohen edhe gërditen, edhe thojnë, more na kena prit për juve ndryshe. Unë se kum, a din qka po mjen rënd për teje? S'po mjen rënd për teje kjo pun, po mu po mjen rënd qysh ti falesh edhe kështu po bën. A nuk thojnë qështu? A thojnë qështu? Pse? Sa ata e din. Ani pësaj nuk e din ajetin e hadithin. A e din se ibadetia boti mirë. Ibadeti donë ty me të afru me melache. Ibadeti donë me të afru me melache. Ti bën ibadet, po punë të tuja jo zift. Atëherë, qka ka fajdi kjo punë? Ai që zvjen me bo ibadet, thot, unë s'po vi hiç pra. Se une, shumë njerëz mu më thonë, për Zotin e madhë, shumë njerëz më thonë. Unë i thëmë, ti e din bre se nuk o mirë me pira ki melon kismet. O hoj, thot, e di vallaj që o keq. Po hajde në gjami, thot, jo hoj, a di mëse zvi. Unë du më ardhë, thot, po une e di një punë që kur vi në gjami, duhet milion do punë. Qyrë sa bukur. Kjo kuptim i drejt, që kjo kuptim neve për na mungon. Na kemi kriz me qëtë kuptim. A i thot, unë e di se kur hinë gjami, e di se kur kojnë qabe, unë s'muj më me i bodo punë. Që kjo kuptim i drejt islamit. Që ne po kemi ndeshje, po fërkohemi me këtë kuptim. Ne po kemi kriza me këtë kuptim të drejt të islamit. Vllazën, duhet jemi të sinqerë. Duhet jemi autokritik. Duhet ismuti. Nëse ka munges dëshires me identifiku smundjen, a mundet mu zmushnosh në herën? A i smuti mas forti duhet me pas qef me shku të doktori. Në shtat dhem një analiza, kër ta shpon gjakin, kanë pak, djeg pak, injekcioni djeg, ilaci është i edh, po duhet mu shnosh.
Duhet më shnosh, për ndryshe s'mosh, e mundet a e s'mundje me ta pru e gjelin. Për ato vllazën duhet me e pas këtë kuptim të drejtë të Islamit. Allahu te baraka wa taala na ka obligu me ibadete dhe adhurim ndaj tij me qëllim që ne të pastrohemi edhe në aspektin e brendshëm, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin fizik dhe të ngritemi në pjedestalet e përsosshmërisë shpirtërore. Kjo është një definicion për çka Allahu te baraka wa taala na ka obligu me ibadete. Ndërsa po i kthemi prap temës tonë, çështja e pendimit, çështja e teubes, kthimit ton tek Allahu te baraka wa taala, duhet të jetë prej detyrave jetësore në jetën tonë. Muslimoni, robi i Allahut nuk e paramendon jetën e tij për asnjë çast e ai më kon i shkputur prej teubes. Kisha pas dëshirë që to me e kuptu shumë mirë. Se me qëto duhet me jetuna me qëtë kuptim. Me qëtë kuptim duhet me jetu. Muslimoni nuk e paramendon asnjë çast jetën e tij i shkputur prej kërkimit falje ndaj Allahut, prej kthimit tij tek Allahu, prej pendimit tij tek Allahu. Shiqoni si e ka mësu Allahu dhul Gjelal Muhammedin ton sallallahu alaihi wasallam. Në një moment shumë të rëndësishëm. Çfarë momenti ka qenë për pejgamberin alayhisalam dhe për muslimanët dhe për islamin ajo ditë kur pejgamberi ka shliru Mekën? Çfarë momenti ka qenë? Moment gëzimi, po ka qenë krenaria dhe kulminacioni i fitores së islamit. A është ashtu? E dinin këto momente dhe në këtë ditë kaq të madhe ku mbas 23 viteve pejgamberi kthehet në Mekë, e pastron Qabën prej idhujve. Sa zot na të rrejshëm kanë qenë? 360 zot na të rrejshëm. A e dini çfarë ajeti Allahu dhul Gjelal ka zbrit, kush e din? Cilën sure? Një sure që gjithë ju e dini. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Mësani këtë surat që se din. Sot një javë kësha pas dëshirë, ai që se din mos ma ardhë, sot një javë pa mësu këtë surat. Në momentin kur pejgamberi e preki kulminacionin e suksesit, e preki kulminacionin e fitoreve, u shliru Meka. S'ka mo qyfër, nuk ka mo shirk, nuk ka mo idhujtari, bajraku i dinit islam, hypim mbi Qabe. Allahu dhul Gjelal ja zbriti këtë surën. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Dhe kur erdhi ndihma e Allahut, nuk u vunu çlirimi, fitoria. I sheh njerëzit duke hinë fenë e Allahut, grupe. Tuba. Qëtash që ka i thëtë Allahu pejgamberit? Fasabbih bihamdi rabbik. Ti mos e hara tesbihin dhe falenderimin për Zotin tënd. Mos e hara madhrimin dhe falenderimin për Zotin tënd. Wastaghfir, dhe kërko falje. Innehu kana tawwaba. Se Allahu është ai i cili e pranon pendimin, që ky emri Tawwaba. Sikur Allahu i tha, ata shpjegoj tash në një formë pak më thjesht për me e kuptu krejt këtë mesazh. Çka ka dashur Allahu me i thonë me këtë jetën e fundit? Allahu ka dashur me i thonë pejgamberit alayhissalam dhe neve. Projekti yt, lufta jote, xhihadi yt 23 vite, sot e arriti suksesin. Mirë po, ti mos u mashtro, mos e haro Zotin tënd, falenderoj Zotin tënd, madhroj Zotin tënd se gjithmonë ti ke qenë i varur prej tij. Dhe për këtë periudhë 23 vjeçare ke bo gabime dhe lëshime. Për këto lëshime dhe gabime që i ke bo, kërko falje. Se Zoti yt është ai i cili e pranon pendimin. Ne çdo punë që e bëjmë, edhe çdo ibadet që e bëjmë, pejgamberi na ka mësuar me kërku falje prej Allahut dhul Gjelal. Pe anisi po i marr disa shembuj. Kur e falim namazin, si t'jep selam, çka thosh? 3 herë, astaghfirullah. Ti thush Allahut, tash dikush thot, dikush i cili s'është ndal me analizu, thot, po unë morën namaz hina, me avdes, në xhami, pe bëj punën më të mirën, pse me kërku falje? Pse me kërku falje? Se ti ndoshta nuk ke arrit me kry namazin në mënyrën më të përsosur.
ndoshta kelon diçka mongi, kelon lësime. Për ato, kjo fjale jotja 3 herë që ti thush, estagfirullah, kjo e sanon çdo mungesë dhe çdo lëshim eventual që ti e kelon namaz. Kjo ta plotson. Me një herë mas kësaj, çka thush në vete? Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Tash me një herë thush, o Zotim, ti je i përsosur, ti je paqja e gjithëmbarshme, selameti dhe shpëtimi o prej teje. Tabarakta, ti je i lartë madhruar, dhul jalali wal ikram, madhria jote është e pakrahasueshme, ti je bujar. E tregon prap falendrimin ndaj Allahut. E bën tasbih Allahu dhul jalal. Edhe pse e ke kry namazin. Po ashtu edhe kur e krym haxhin, bojmë tauba dhe istighfar te Allahu azza wa jall. Edhe kur e krym agjërimin, edhe çdo ibadet tjetër, ne gjithmonë çështjen e pendimit dhe kërkimit falje te Allahu te baraka wa taala e kemi të pa shmangshme. Nuk mundemi me paramendu jetën tonë pa u kthy te Allahu te baraka wa taala dhe pa kërku falje prej tij. E tash kemi ardhur deri tek një moment që është momenti i parafundit dhe për në fund i kemi një 2-3 hadithe që janë hadithe jashtëzakonisht të bukura. Mirë, po para se më përmend këto hadithe, masi që pothuajse gjatë krejt ligjëratës kemi folë për pendimin dhe tauben, dietarët islam i kanë përmend kushtet për me qenë pendimi dhe kthimi ynë tek Allahu i plot. Kjo është shumë e rëndësishme. Dietarët islam i kanë përmend kushtet. Nëse një njeri don mu kthy te Allahu, një njeri don mu u bë pishmon, çfarë kushte duhet mi plotsu për mu koni kthym dhe i bëm pishmon primet Allahu? Kushti i parë, el-iqla'u ani dhunub. I pari, me u ndërpre dhe me i braktis gjynat me njëre, urgjentisht. Ai që don mu bë pishmon te Allahu, duhet me i braktis gjynat. Zoti na rujt, ka një lidhje, një aferë dashurie, ka një lidhje zinaje, kurvërie me një femër, e ka marrë vesh që kjo punë është hata e madhe te Allahu te baraka wa taala, me njëre. Do më kësit Allah, nuk ka me bëhe sape që shmi thonë, tek mi thonë, hajtë edhe njëre po takone, se tjeta i takimi lem të mire, se bla 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 bla. Shejtanit ka zonë fore. I braktis me njëre, e para. E dyta, e taubetu nedem. E dyta, kushti i dytë, me ndi keqardhje për kohën tonë dhe gjendjen tonë dhe të keqe. Me talë gërdi. Ati që i vjen gërdi për vetë vetën e vetë qysh ka qenë, ai u penduë dhe u bo pishman të Allahu në gjelal. Thot njoni, kur më kujtojt vetja, qysh jom konë, o du me vilë, qas i vjen gërdi, qas i keq jom konë, qas i mbrapsht jom konë, qas i devijum jom konë, o zot po vjen me vilë. O zot të falenderoj me krejt qenën time që më ke bo inson. Një njeri, vallahi më ka ardhë një njeri, javën që shkoj, nesër bot një javë, më ka ardhë në zyre, pasha Allahun e madh. E kom pa me sytë e mi, qysh gërditet një njeri pe harami. Edhe ma karit imonin e njeri, pasha zote më karit besimi. Kajke, se i zhytën në bastore, që 5 vjetë lujke në bastore, edhe vike kajke, o zot i thash, ja zgata dorën, thash, për hajt koft, rruga e vërtet, ti ku ke këthyt Allah, halal të koft. A vetë që ka që u kry, i e këthytit Allah. Mërë tha unë po du, që ka du të dishka, kur gjo, që dorën mëra dhe së hadin gjami. Dhe më thonë, ish gërdit me vetë jetën e tina. Ish gërdit me jetën e tina. Nuk për ju ka dhoj shifrën sa pari ka rgju. Është shifrë 6 shifrore. 6 shifrore. Brenda 5 viteve. Ja pa dorën thash për hajrë të koft, pishmon lëku dhe këthimi të Allahu të baraka wa ta'ala. Për ato vlazën, kushti i dytë është me ndi keq ardhje, i pendum të Allahu azza wa jall më kun. Kushti i tretë, më u këthy për imet Allahu, seriozisht, jo hajgare. Më u këthy seriozisht dhe sinqerisht, me pas vendoshmëri. Ai që është i vendosum,
Ibn al-Qayyim rahimahullah thot, muslimani dhe besimtari i vendosëm një bjeshk të madhe me 2 durët e tij e bën rrafsh. Wallahi po. Burrat e vendosëm çdo gjë bojnë. Kështu kanë qenë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushti i 4 i parafundit është vazhdimisht robi me gjuhën e tij me kërku falje te Allahu, me thon astaghfirullah, kërkoj falje o Zotim. Dhe e dini pejgamberi alayhis salam na ka mësuar me qenë prej recept ditor i besimtarit është ndit sa herë me thon astaghfirullah 100 herë. Rasulullah alayhis salam. Kjo është recept terapie jote, mos lejo me t'ik dita pak e terapi. 100 herë në ditë me thonë, astaghfirullah. Kur ki avdes, kur nuk ki avdes, kur je në kom, kur je t'i gra bicikletës, kerit, shtrem, për gjumshëm, pa gjumshëm, astaghfirullah. Edhe kushti i fundit, nëse i kihin hak dikuj, do të mja kthy hakin. Nuk mjafton me thonë jam pendu te Allahu, e nëse dikuj ja ki marr shpinë për fajde, do shmja kthy shpinë atij. Ato ne thuj bona tauba te Allah. Ma ta kom marr shpinë, shtëpia është e jotja. Se jam kon i pa shpirt, jam kon zullumçar, jam kon haramxhi, e dvike vadja data me jep përqindjen, ti s'kishe, unë të thësha çdo ditë që e vanon nuk i vjen parët, ka 1.000 euro të them. Edhe për 10.000 euro, ja merr shpinë 70.000 euro. Don me bëp të vëtë Allah, don mu pendu, derën e kiqel zotni. Ama shpinë do të mja kthy filonis, se pigajri hak ja ke marr. Sa pare ti kjo bërë 10.000 ti këthenaj, ose nëse ja ke marrë 10.000, ama shpinë bigajri ja ke marrë, do të mja kthy. Nuk pranot pendimi yt të Allah, nëse i kihin hak robëve të Allah, do të mja kthy hakun. Por ato shumë njerëz, sot, kur rinë me hoxhallar me ne, thojnë, për hoxh, mirë që po vinë do njerëz në xhami veç, vallahi do udbash, shumë njerëz i kanë rreh. Ata udbash që kanë rreh njerëze, kanë shpionate, kanë shtin burg, ata me Allahun e kanë një faqe, po e kanë edhe një faqe me njerëz që ju kanë hin hak, e që ju kanë bo zullum, do të me lyp falja atyre, do të me lyp halal, sa Allahu nuk ja fal hakun e robit ti. Allahu ta fal hakun e ti. Ajo çka është mes robit Allahut, po çka mes robit, Allahu aty nuk ndërhyn. Të janë kushtet e pendimit. Ndërsa hadithet që i kam përmend, që du me i përmend për ju, hadithi i parë, thot pejgamberi alayhis salam, hadithin e vërtet, të cilën transmeton Imam Ahmedi dhe Ibn Hibbani, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari i vërtet është i atill që kur bën gjuna, ndin keqardhje, kur bën një punë të mirë, gëzohet. Besimtar kush është? Kur ti e bën një punë të mirë, një punë të hajrit, gëzohesh, të vjen mirë. Kur e bën një gjuna, vallahi të vjen keq. Kjo besimtar. Po ai që bën gjuna dhe nuk e çon kokën e tij, ai nuk ka erë një mon. Allahu na rujt ya Rabbi. Hadithi i dytë, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, dëgjani o vllazën këtë hadith, i cili është në esencë hadith qudsi. Allah azza wa jall thot: Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana fika wa la ubali. O biri Ademit, dëgjani vllazën, si na thirr Allahu, kjo thirrje prej Allahut është plot jetë për ne. Wallahi, nëse mas që ti hadithi që keme e dëgju, nuk donë mja ja besën Allahut, me i ra 5 herë në ditë sejdë atina, unë nuk e di mas kësaj thirrje, çka nevojitet për ty dhe ndë një thirrje tjetër. Qyre çka thot Allahu jonë, që është na thirr? Allahu thot: o biri Ademit, deri sa ti mu m'lut, edhe deri sa ti ke shpresë tek une ty do të fali, çfarë do që keti, se kom gajle. Çfarë do gjinoja që i keti, sa i ki, çka ke bo, deri sa ti m'lut mu vazhdimisht, edhe shpreson falin edhe rahmetin nëtë, unë ty të fali, se kom gajle atë. Mos e këthe kokën, valla, unë e kum bo, valla, unë e zdi, e qysha moje, vesh lutë Allahun. Vetëm bjeri sejdë ati, qysh ka vazhdon Allahu thot: Ya ibn Adam, o biri Ademit, sikur gjunat e tua janë aq shumë sa që e prekin kupën e qiellit, edhe e mbulojnë sipërfaqen e tokës.
ti kërkon falje prej meje, unë të fali ty. Ti thush estagfirullah, unë të fali ty, të pranoj ty. Kush be prej neve i ka gjinat që o mbri kupa e qilit e o mbulu si përfaqe tokës. Nuk kemi na inshallah qatë shumë gjinat. Po edhe nëse je prej që aty një njerëzve që ka shumë ke, i thush Zotit tënd, Allahu tënd, estagfirullah, ja Rabbi, kërkoj falje. Po du më këthyt e ti, për i me, ja Rabbi, jam ba pishman, jam lodh, i bjen 5 herë në ditë sejde. Allahu të falë dhe të pranon. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, vazhdon Allahu dhul Jalal, ya ibn Adam, law ataytani bi qurabi al-ard khataya, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfira. O birja Ademit. Dëgjani vllazën, kjo plot jetë. Kjo na kthen jetë. Ata njerëz që kanë vdekë prej gjunave dhe prej harameve, nëse në zemrat aty në ka një grim iman, nëse në zemrat aty në ka sa një thërmi, respekt e dashni për madhinë Allahut, ai ka më kthy. Ama nëse i ka dek këtë zemra, ju ka bo katran prej harameve, prej gjunave, udhamari ka në xhenem. Ama shqeqa që ka thot Allahu, o biri Ademit, nëse ti vjen të une, shkon të Allahu në ahiret, edhe ke gjunahe sa ftyra e tokës, po kur vjen të une nuk më ke bo shaqmu, nuk më ke bo shirk, unë ka me ardhë me falje të madhe, po aqë sa si përfaqja e tokës. Ama mos me i bo shaq Allahut, mos me shku të tyrbja, mos me shku të shehi, mos me i besu hajmalis, as horoskopit, as filgjonit, as asaj, as kësaj, me lidh punën tënde me Rabbul Alemin, me lip riskin pe Allahut, mojtut pe Allahut, me lip shërimin pe Allahut, me lip dertin e dërmonin pe Allahut, këtë jetën tonë me lidh me Allahun tënd, edhe nëse gjunat e tua jonë sa si përfaqja tokës, kur takosh në ditë kiametit me Allahun, nuk e ke bo shaq ati, e ke lutë veç Allahun, Allahu vjen me falje, po aq sa si përfaqja e tokës, Allahu na falë t'ja Rabbi. Mendoj jonë të mjaftueshme edhe pse ka hadithe tjera, po javën që shkoj kemi lënë shumë pyetje pa përgjigj, tu po përfundojmë, elusim Allahu dhul Jalal, që kemi prej atyne robëve të tij që pendohemi sinqerisht dhe seriozisht ai. Elusim Allahu dhul Jalal që të na bën të lehtë kthimin tonë tek ai. Elusim Allahu dhul Jalal që Allahu të na forcon dhe të na jap qëndrueshmëri në kthimin tonë te Allahu dhul Jalal. Elusim Allahu dhul Jalal që të mbush zemrat tona me plot dashni ndaj tij, që të na fal neve me rahmetin e tij, të fal prindrit tonë dhe mbar muslimanët, të na bëj nasib xhennetin neve dhe prindërve tanë dhe mbar muslimanëve, të na mbroj prej zjarrit xhenemit neve, prindrit tanë dhe mbar muslimanët. Allahu din më së miri, wallahu ta'ala alam. A bën mja jap dorën nusja agjës burrit, nuk bën mja jap dorën nusja agjës burrit. Edhe pse adetet tona nuk e pranojnë një çështje të tillë, mirë po ne e kemi dinin ton. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, ajo gru muslimane që i beson Allahut hak dhe ditës kiametit nuk ja jep dorën burrave të huaj. Hadithi është i vërtetë. Mirë po nuk duhet këtë hadith praktikisht me respektu në shtëpit dhe në familjet tona pa urtësi, me egërsi, se migja jëtë është vllav i babës tëndë. Migja jëtë është që të ka rrit ty. Migja jëtë është ndoshta që ka investu shumë në ty. Nuk duhet me lëndu migjen tëndë, po duhet kadale, mbutësi, me respektin maksimal, me aspjegu dhe me i thonë se kjo nuk ka të bëj me mos respekt, po kjo ka të bëj me respektin dhe rregullat e fesë tonë. Në këtë situatë, sikur se migja është edhe daja i njëjti. Dhe çdo kusht tjetër që është më i larg se brezi i parë, për ta as kokën s'do të më qoh. Pyetja e dytë sot thot hoxhi nderuam në internet, qoftë në Facebook apo në YouTube, kemi pas raste me pa ligjeratat të disa hoxhallarëve të botës islame, sikurse që është Sheikh Muhammed
Hussein Jakub, Sheikh Muhammed Hassan, Sheikh Shankiti edhe disa të tjerë, çka mendoni për këto ligjërata dhe se a kanë të drejtë disa vëllezër që kanë kërkuar të mos përkthehen ligjëratat e këtyre hoxhallarëve dhe të mos publikohen në internet. Po më pëlqen kjo pyetje shumë me vend. Mas parti, ndoshta dikush për juve nuk ka dëgjuar për çtat emra që unë i përmenda. Këta tret janë hoxhallar të kalibrit botëror, hoxhallar shumë të mëdhej. Ata dy të parë, Muhammed Hassan edhe Muhammed Hussein Jakub, janë hoxhallar që jetojnë dhe veprojnë në Egjipt. Dhe mundeni me hin internet, nuk e keni problem me i gjetë ligjëratat atyne. Unë sa kom pas rast pak me pa, ato nuk janë ligjërata, po janë fragmentet shkëputura prej ligjëratave ka pak minuta, 10 minuta, 7 minuta, 8 minuta. Ndërsa i hoxha i tretë, Muhammed Mukhtar Shankiti, është një profesor i imi që unë kam pas nderin, e kam pas profesor në vitin e tretë në fakultetin e shariatit, një vit më ka jep landën e fikhut, dhe e kam pas hoxh për 5 vite pothuajse me radhë, kam shku në ligjëratat e tina çdo herë ditën e ajete në xhamin e pejgamberit alayhis salam, dhe shumë shqiptar, qofshin të Kosovës, të Maqedonisë, të Shqipërisë, elhamdulillah kanë marrë pjesë shumica për tyne në ligjëratat e këtij hoxhe, që është i kalibrit botëror. E që është prej Mauritanisë, me prejardhje. Mauritania është një shtet afër Sudanit, afër Somalisë në Afrikë, po është hoxh i kalibrit botëror. Dhe unë nuk e di kush i përkthen ligjëratat e këtyre 3 hoxhallarëve, po ato pak ligjërata që unë kom pas rast me i përcjell, unë e sari kom përcjell dhe lijom lut për ata njerëz që i kanë përkthy dhe kom bo doa, kom o Zot, shpërblej me të mirët e tua këta burra që i kanë përkthy këto ligjërata. Dhe nuk e di kush janë ata, po shfrytëzoj rastin, po bëj thirrje se mundet ky mesazh të përcillet në një formë apo formë tjetër, që ata djem që i përkthejnë ligjëratat e këtyre 3 hoxhallarëve të mos ndajnë dhe mos i dëgjojnë ata bashi buzuka. S'po di kush janë ata, s'besoj që janë hoxhallarë. S'ma marr mendja që në hoxh guxon me fol i Kosovës ose i Maqedonisë ose i Shqipërisë përballë këtyre 3 autoriteteve. Këta janë ulema, më thonë mos i përktheni. Këta janë ulema të mëdhaj, po këta vllazën që pas kanë thonë s'bën me publiku, këta janë bashi buzuka. Kush do kofshin ata? Jon bashi buzuka, ose jon argat sherrit, jon njerëz me kokë bosh, ose dikush i ka mësu, se s'po guxoj me mendu që mundet në i hoxh, me thonë mos mi përkthy ligjëratat e këtyre. S'po guxoj, inshallah s'ka kësi hoxhallar. Smut me kësi zemrat smuta, se këta janë ulema, që ne hoxhallarët e vogjël mësojmë prej tyre vazhdimisht. Mësojmë prej tyre vazhdimisht, janë hoxhallar të kalibrit botëror, dhe ne nuk kemi halan derin, po dhash Zoti këtij populli, Allahu t'i jep hoxhallar ulema. Ne hala populli shqiptar nuk e kemi atë nder me pas hoxhallar ulema. Nuk po flas për të kalumen, se për të kalumen sigurisht se ka pas, bëheni të bindur, ka pas. Mirë po, për çet kohë nuk kemi, e inshallah vin djem të ri, e breza të ri që bën ulema. Se na hoxhallarët e këtij zemoni për momentin gati që e kemi statusin e tejemumit. E njeri ju e dini kur merr tejemum, kur s'ka ujë, kur s'ka çare pa marr tejemum, se don më fal, s'ka ujë. Po kur s'ka ujë tejemumi të krym punë, s'ban pa ta, është shumë i rëndësishëm. Po në momentin kur gjendet uji, tejemumi s'ka vlerë mo, nuk ka vlerë. Inshallah Allahu dhul xhelal këtij populli i jep hoxhallar të mirëfillt ulema. Po për momentin hala nuk ka, se këtë janë djemtri, e që kanë nevojë të plakën duke e studiu islamin. Kanë nevojë të bëjnë një 60 vjet të mësu Kur'anin, të e lexu Kur'anin, të e studiu Kur'anin, e shkenca tjera islame, e kur i bëjnë një 70 vjet, e këshyrin kontributin e tyne, e qesim kandar punën e tyne, dhe Allahu Gjelal i bën të pavdekshëm dhe të pranu me veprat e tyne, dhe populli i pranon dhe i dëshmon veprat e tyne,
atëra mu I themi, kemi hoxalar, themi, valla filan hoxha, mirë, po një djali ri, që I ka që 5 vjetar në Kosovë, që 6 vjetar në Kosovë, që 10 vjetar në Kosovë, që thuj 20 vjetar në Kosovë, e I kanë qitë në internet fjallët e ti e derës të tina, e I bon 100-200 veta, 300 veta, mushe gjamia, nuk gudzojnë të hoxalar më lazdru, nuk gudzojnë të hoxalar më lazdru, se na nuk e dim që ka na gjenë nesër. Për ato është, se na dervish nuk jena, ata dervish ta I shehi I bën një 200 veta, edhe ata 200 veta thonë që ta kemi na, mo kon tjetër dhe I sa desim se ndrojmë. Jo ma, na dervish nuk jena më në burë, Allah I na rujtë ja Rabbi, na nuk I kena njetë mjë, po juve më hypë. Wallahi, ju mëni vetëm hoxhin e juj, po krejt ata hoxalar që janë hoxalar të mirëfillt, dhe duhet të dëgjohen, dhe është dëshmu se janë të dobishëm, dhe kanë dije, dhe janë të sinqert, duhet me ndigju ju, mos lidhni veç për hoxhin e juj. Por ndryshe, nëse ju lidheni veç për hoxhin e juj, vallahi jeni bot dervish. E tash ndash në gjithja emrin tarikati NSI, ndash Naqshbendi, ndash Bektashi, po, se do djem 3 po bëhen fanatika. Me hitin në laptopin e tina ose në kompjuterin e tina, edhe shkon aty maj dokument, edhe I ka 500 derse. Kur e këshyr këto 500 ligjerata, sa hoxalar jon, një ose 2 ka. Po ti a NSI e boa? Po elhamdulillah jonë edhe 100 hoxalar tjerë dëshmum që prej se cilit mundesh me marrë dhe me mësu diçka pa dyshim. Jonë 5 hoxalar një qytet, dhe kjo tash është një vrejtje për ju këtu në pej, se këto e dëgjojnë në internet në barë botën, le ditë që për pej e kom fjallën. 5 ligjerata jonë në qytet, një hoxhës I bojnë 200 veta, një tjetët I bojnë 7 veta. Kjo gabim? Kur nuk o gabim me I do hoxalar, te dikush me shku shumë, te dikush me shku pak. Ai që e dën dinin, ati që I intereson njohurit islame, ai nuk e zgjidh, don me marr hajrin pe gjithë kuj, pe atyne që janë dëshmume dhe janë meritor. A na dervish më bo se kena njetë vallahi. Nuk e kena njetë, na dervish nuk jena, tarikat nuk jena na. Tarikatët e kanë qashtu me hyp, I dajnë, të një ata me hyp një 10 I ka, si dervish të fort. Që me ta rinë të në kona, të një u kalzon gjithë shka, edhe I thot, ju s'keni as mu falë, se unë ju kom jep lejnë ju. Në tarikat nuk jena, Allah